Këtë fund viti 2025, klinika Mat Dental u bë dëshmitare një momenti të veçantë vlerësimi dhe nderimi, ku doktor Sali Kurti u nderuar me titullin akademik dhënë nga Akademia Shqiptaro-Amerikane e Shkencave dhe Arteve. Ceremonia surprizë në prag të vitit të ri u zhvillua në ambientet e klinikës në prani të gjithë stafit nga një delegacion personalitetesh të shquara shqiptare me në krye drejtuesin e akademisë profesor Skënder Kodra. Titulli akademik ju akordua doktor Sali Kurtit me motivacionin njeri i rrallë dhe shembull në biznes dhe në vlerat njerëzore, duke vlerësuar jo vetëm kontributin e tij profesional në stomatologji, por dhe humanizmin dhe ndikimin e tij shoqëror ndër vite. Ky vlerësim konsiderohet një nder i veçantë jo vetëm për doktorin, por për mbar krahinën e Matit, pasi Matjani Sali Kurti është ndër të vetmit Matjan që mban këtë titull akademik, duke u kthyer një simbol krenarie për të gjithë komunitetin. I emocionuar doktor Sali Kurti ja dedikoi këtë çmim gjithë stafit të tij, duke theksuar se suksesi është rezultati i punës në grup dhe përkushtimit të përbashkët. Ndihemi privilegjuar që në mesin e juj, të elitës, të mendjes, të nderit, të vlerave kombëtare. Nuk ishte e rënë për të marrë vendimin për profesor Saliu. Ishte me të vërtet krenari. Shumë faleminderit. Edhe nder, jo vetëm për akademinë, po për këtë komunitet shqiptar, kudo që ka shqiptar. Faleminderit. Për nena. Shumë faleminderit. Personalisht nga kryetari Akademisë së Shkencës, Akademisë Shqiptare-Amerikane të Shkencës dhe të Artit. Personalisht nga profesori Skënder Kodra. Ndihem shumë mirë. Faleminderit shumë. Me këtë rast profesorit do t'i jap dhe një libër monografi jetës time. E ashtu. Edhe ju faleminderit shumë faleminderit. Në ceremoninë e dhënies së titullit morën pjesë dhe personalitete të njohura si shkrimtari Halil Rama, gazetari Defrim Metasani, profesor Arjan Hamiti dhe profesor Astrit Memia, duke e bërë edhe me domethënës këtë moment. Ky vlerësim akademik i shtohet një sër titush dhe nderimesh të rëndësishme që doktor Sali Kurti ka marrë ndër vite për kontributin e tij profesional dhe njerëzor, mes të cilëve spikat titulli Mjeshtër i Madh akorduar nga Presidenti i Republikës dhe titulli Qytetar nderit, të cilët dëshmojnë lartësinë e karrierës së tij të vlerësuar për humanizmin, etikën dhe përkushtimin ndaj komunitetit. Marrja e titullit akademik i Akademisë Shqiptaro-Amerikane të Shkencave dhe Arteve për doktor Sali Kurtin përbën një kulmim të këtij rukëtimi dhe një nder jo vetëm personal për të, por krenari për të gjithë Matin dhe matjanët.